Sprovat e jetës shpesh vijnë nga vendet që nuk i presim. Por çfarë ndodh kur sprova është një bekim i madh si një baba i mirë? Në një odë burrash, ku ndahen urtësia dhe përvojat e jetës, një pyetje u hodh: cila është sprova më e madhe në familje? Burrat nisën kuvendin duke përmendur përvojat e tyre. Dikush tha: një fëmijë i keq është sprova më e madhe. Një tjetër shtoi: gruaja e keqe është sprovë e rëndë. Dikush tjetër tha: komshiu i keq të shkatëron paqen. Por një plak i urtë ndërpreu diskutimin dhe tha: më e vështira është ta kesh babën e mirë. Oda heshti. Të gjithë dëgjuan me kurreshtje. Plaku vazhdoi: të kesh një baba të mirë është sprovë e madhe, sepse është e vështirë të mbash emrin dhe nderin e tij. Është e rëndë të ruash burrërinë e tij, sepse njerëzit gjithnjë do të thonë: çfarë baba i ke pas? Burrat e kuptuan urtësinë e fjalëve të tij. Ky ishte një reflektim për peshën e përgjegjësisë që trashëgojmë nga paraardhësit tanë të mirë. Mesazhi dhe morali i tregimit. Ky tregim na mëson se bekimet e mëdha kërkojnë përgjegjësi të madhe. Të kesh një baba të mirë nuk është vetëm një dhuratë, por edhe një provë e përpjekjes për të ruajtur nderin dhe vlerat që ai ka lënë pas. Morali fetar. Në Islam, rëndësia e respektit ndaj prindërve është e jashtëzakonshme. Allahu thot në Kur'an: dhe ne e kemi urdhëruar njeriun që të sillet mirë me prindërit e tij. Sure El-Ahkaf 15. Gjithashtu, pejgamberi Muhammed, paqja qoftë mbi të, ka thënë: Allahu është i kënaqur me atë që është i kënaqur prindi i tij, dhe Allahu është i zemëruar me atë që është i zemëruar prindi i tij. Hadith sahih. Pra, ta nderosh baban tënd të mirë do të thotë jo vetëm ta duash atë, por të përpiqesh të pasqyrosh virtytet e tij në jetën tënde të dashur miq. Ky tregim është një kujtesë për të gjithë ne që sprovat më të mëdha shpesh vijnë nga bekimet tona më të mëdha. Të jemi pasardhës të prindërve të mirë është një nder i madh, por edhe një detyrim për të jetuar me përgjegjësi dhe nder. Ju ftoj të reflektoni mbi jetën tuaj dhe të nderoni ata që ju kanë udhëhequr me dashuri dhe virtyte. Shpërndaje këtë mesazh dhe ndihmo të përhapim urtësinë dhe mësimet fetare.